Mirëmëngjes të gjithëve. Kudo që të ndodheni, ju uroj një ditë të mbar, të bukur, të përjetuar me shpirt dhe realizime, ashtu siç ju i mendoni edhe i keni detajuar që me mëngjesin e parë. Kjo studio më sjell frymëzim çdo ditë, sepse ata që vinë me një curi, vinë me një produkt, vinë me një standard dhe starte të vazhdueshme. Të tillë janë nxënësit e gjimnazit 28 nëntori. Shpeshherë i kam ftuar si fitues të vendeve të para. Edhe sot të tillë janë. Mbase nga edicionet e lajmeve ju jeni njohur për fitoren më të fundit të tyre, vlerësimin me vendin e parë në konkursin kombëtar Robotech 3. Ata me produktin e tyre, një sistem robotik që i drejtohet agrokulturës, kanë i titulluar Gregor, kanë merituar dhe janë vlerësuar me vendin e parë për të gjithë curinë e tyre në mes të 500 aplikantëve dhe 12 finalistëve. Një konkurs i organizuar nga Universiteti Metropolitan, i mbështetur nga KOD pranë Kryeministrisë dhe Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Startup Albania. Mbreslansa. Unë sot i kam ftuar me dashurinë më të madhe për të treguar këto hapa kaq frymëzues dhe këtë arritje kaq të bukur në ecurinë e tyre. Me mua në këtë studio nuk mund të mungoj profesoresha e tyre. Ajo që ka ndërtuar një skuadër kompetitive, ajo që ka frymëzuar hapat e tyre, ka ndjekur nga afër dhe larg, pikërisht në distancë, duke i dhënë hapësirë kreativitetit dhe inovacionit të tyre. Profesoresha Viola Irina. Mirëmëngjes, profesoresh dhe urime. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Së bashku në këtë studio janë Erket Sufaj. Mirëmëngjes Erket. Mirëmëngjesi. Kënaqësi që takohemi sërish si fitues. Apo jo? Po, këtë herë kënaqësia është edhe më e madhe se këtë herë vim si fitues të vendit të parë të Robotekut, edhe emocionet janë shumë më të mëdha se herën e kaluar. Po dhe vjet ishi fitues. Change maker. Po. Një çmim shumë frymëzues për të hedhur hapa të tjerë. Patjetër. Chanel Rosha, kjo vajzë që me ambëlsinë e saj, por dhe me përgatitjen shumë serioze, shpeshherë është pjesë e skuadrave fituese të gjimnazit. Përshëndetje Chanel. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Është Angela Xhurej. Mirëmëngjes Angela. Si u ndjeve si pjesë e kësaj skuadre? Mirëmëngjes. Ishte një eksperiencë vërtet e mrekullueshme. Emil Jerina, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që e rrok me kaq dashuri teknologjinë dhe kreativitetin. Apo jo? Është diçka që kam me të vërtetë pasion, pëlqen shumë, edhe kur puna që bëj është del në një projekt fitues, është një kënaqësi shumë e madhe. Absolutisht po. Jo më kot e lasha për në fund Ajsi Beqirin, e cila është shumatore e mjaft aktiviteteve fituese, nuk e di, në këtë vit shkollor ke ardhur rreth 4 herë si fituese e skuadrave dhe kjo tregon edhe curinë e gjimnazit 28 nëntori. Fitues në Intel. Ajsi Beqiri, pjesë e kësaj skuadre. Fituese në festivalin e teatrit. Fituese në Media Show Melfi në Itali me profesoresha Albanen. Por gjimnazi ka dhe skuadra të tjera fituese si Economics, në skuadrën e volejbollit, por iten edhe të tjera, janë edhe 2-3 kompeticione të cilat vlojnë dhe unë patjetër që do ta marr në telefon drejtoreshën e nderuar Albana Bushati për të sjellë të tjerë fitues. Ju auguroj këtë. Urime. Besoj se është diçka e bukur, apo jo? Tashti që e mendon, sepse ju keni punuar disa muaj me radhë. Kështu është profesoresh? Faktikisht, kjo skuadër është ndërtu vitin që shkoj. Morëm pjesë për herë të parë. Dhe këtë vit ishte ideja që ne do marrim pjesë, por do fitojmë. Këmbguli ishte e Erketit. Nëse marr pjesë, do fitoj.
Nuk e masha shumë seriozisht, për mua ishte e rëndësishme të mashin pjesë, por e kishte majtë mend këtë fjali dhe të ditë që morëm çmimin të azyrshtat, kam thënë që do hi me fitu, edhe fitume. Ishin pak skeptik sepse e dishin nga vjet, ndryshe nga grupet e tjera që aplikun, e dishin nga vjet sa e lodhshme është si eksperiencë, sa stresuese, sa kompeticion i ngjeshur, impenjativ është, dhe e kishin pak si me bezditë, duke qenë se shumica janë maturanta, kanë impenjime të tjera, nuk duhet me heq fokusin për mësimeve, dhe kjo dashi pa dashi të rëmben, të ju kodzan disa fundjava në shkollë, këta kanë punu jashtë orarit mësimor. Motivimi jashtëzakonshëm. Kanë punu gjatë dimrit, kanë ftoftë, u erte shpejt, lodhja për veti, në shkollë që nuk i toleroshim, edhe pse ta në fundjavën kanë kënë të impenjum, por besoj që e dishin, i kishin mirë, skuadra ishte ndërtu me mirë në 3 grupe, mekanikë dhe elektrikë Erketi Marolin, të cilin e përshëndesim. Është edhe Arol Hoxha, pjesëtar i kësaj skuadre, por në këto momente ai po zhvillon një test matematike dhe ja urojmë suksesin. Diçka e bukur apo jo? Erket, pas ka qenë orakulli. Po, në fakt pjesëmarrja vitin e kaluar në robotek na mësoi shumë gjëra të reja, u njoft dhe më mirë me formatin e konkursit. Edhe vjet ishim afër podiumit, por diçka mungoj, diçka nuk na shkoi mirë. Edhe vjet u vlerësuat. Po, normal, edhe vjet u vlerësuam me çmimin Change Makers, por këtë vit nga qëtimin e ndinim se rregullat e konkursit si do funksiononte krejt gjaja, realizume një produkt shumë më të mirë, një robot shumë më shumë të kompletuar, edhe ja dorme. Po, le të fillojmë nga hapi i parë. Profesoresha ju thirri sepse është një kompeticion i ri i robotekut. Po mbaron afati aplikimit. Po mbaron, ishit në kilometrin e fundit të sepse famat, po vendosmërinë, ati him kësaj sfide apo jo? Sepse kur hyn në një sfidë, ose do ta bëjmë perfekt ose do ta lajmë krejt. Ditën e fundit kanë aplikuar. Ditën e fundit keni aplikuar. Na kanë zysha këtë herë. Sot që kjo data e aplikimit më kujtohet edhe tash ishte 25 dhjetor. Dhe faktikisht një 2 ditë para me 23 dhjetor u lajmëruam që kena kohë edhe deri ka fillimi janarit. Dhe kena pas një çlirim. Edhe Elanën nuk aplikun. Elanën kanë aplikuar në janar. Po, ju jeni më të rrezikshmit, ato që e merrni në fund. Në tonza të rrezikshëm, se përkundrazi jeni shumë të vlerësuar. Megjithatë, menjëherë u ndezën motorët për të kriju idenë e asaj që ju do të ndërtonit. Kishi shumë ide, kishi hodhën në tavolinë diskutime të ndryshme, mënyra të ndryshme, por ajo që është më e rëndësishme është që të bëni një produkt të vlefshëm. Si ishte ai moment dhe si ishte kjo fazë e diskutimeve derisa ju vendosët për një ide. Atëherë faktikisht ne na mbledh online, sepse pa mundësia që me kanë të gjashtë bashkë në të njëjtin orar të shkollës ishte e pamujtën, duke se do tani na të angazhuar me aktivitetet tona. Dhe ishte dikora 9 e darkës, edhe po fliqim çfarë do na më bë këtë vit. Temat ishin turizmi dhe bujqësia. Dhe thamë, pse mos mi bashku këto të dyja bashkë, që në fund me nxjerr edhe një produkt i cili tjetë edhe më i kompletuar, por edhe të shërbejnë edhe turizmit edhe bujqësisë. Edhe mes 100 idesh, mes 100 përplasjesh me njëri tjetrin, dolme në përfundimin që ky robot tjetë si nga ana bujqësisë, me matjen e temperaturës, lagështisë, të temperaturës së tokës apo pH-it, edhe të jetë edhe të shërbejnë edhe turizmin nëse ato ka nevojë që me ditë një informacion apo me komuniku drejt për drejt me robotin. Po, në guidës interaktive. Edhe vetë temat besoj ishin mjaft të ngushta dhe ishte problemi ose konflikti që më realizu një ide që nuk e ka bë kushtetit, që t'jetë pak më veçantë, dhe besoj që origjinale.
Dhe bashkimi këto dy temave na ka bërë shumë mirë sepse ishte një robotët e vetëm që i kishte të dyja. Dhe me njëherë kjo nuk ishte thjesht një ide, kjo do t'ishte një produkt. Dhe që ta realizoni këtë të gjitha njohuritë tuaja në anën mekanike, elektrike, programuese, të cilet duhet i theksojmë që nuk përfshihen në programin shkollor, të gjitha i kanë marrë jashtë programit mësimor, kanë mësu, kanë punu fort dhe ja dolën. Janë një skuadër shumë i dinë rolet, bashkëpunojnë, e kryejnë detyrën, janë korrekt, të lehtësojnë punën, pavarësisht se unë nuk jam e kënaqur asnjëherë, domethënë. Kjo është të ndezësh motorët. Shumë kanë filluar kritikojnë tërse janë rrit dhe pa me zyrësina mirë, more i mos u streso zysh, po gjithmonë duhet mos me pasat e vetë sigurinë para një konkursi. Këtu lloj aktivitetesh kanë vlera të shumë fishta, jo vetëm në atë motivim që lidhet me tematikën, por kanë vlera të socializimit, të marrëdhënieve shoqërore, të ushqimit të ndjesive shumë të bukura, të cilat natyrisht nuk vlen për një ditë, vlen për gjithmonë. Apo ndjes. Fitoi produkti juaj. Pagzuat me emrin Gregor. Mos keni vënë se cili nga një Ideja ka kanë se po flason me që me që ja me që je dhe presidente e shkollës. Ka ideja pjesë. Por kena kanë unë Erkete dhe Shaneli që po fliqim po bashkë muhabet normal. Edhe në kujtu një shok e joni, po këti shokët ne e kishim vu emrin Gregor. Po i thoshim nuk i kishte Gregor. Nuk e ka Gregor. Thjesht po i thoshim një tjetër që këtij personi do t'i shkote emri Gregor. Edhe direkt. A nuk mundën me avu emrin robotit Gregor? Ky ishte një person i dashur, patjetër, komunikues, apo jo. Edhe Gregori juaj doli që ishte i vlefshëm. Pikrisht ju ndat me njëherë detyrat dhe grupet, apo jo Emil? Po, nga që ne o njifshim me njëri tjetrin, me dishim aftësitë të njëri tjetrit, punën që ne arrim bëjmë, ndarja e detyrave dhe bashkëpunimi ishte shumë i thjeshtë dhe komunikimi në grup ka qenë një ndër pikat e forta të grupit tonë. Në 2 grupe apo në 3? Domethënë pjesa mekanike, pjesa elektrike, pjesa programimit, edhe dizajni, edhe dizajni, po. Fantastik. Po ne u dam në mekanik që do merreshim me ndërtimin e robotit me pjesët mekanike që ishim unë dhe Aroli, që e përshëndes shumë se kena pas një kimi shumë të fortë gjatë punës tonë. Si vllajzën ma. Po. Me pjesën e programimit që janë marrë Angela bashkë me Aisin edhe Emilin, edhe Shaneli që na ka bërë dizajnin shumë të bukur të robotit që i ka lënë krejt pa fjalë. Edhe ne na ka lënë pa fjalë. Po. Regjia, nëse keni pjesë nga videot që janë përfshirë në këtë aktivitet, do t'ishte e bukur që të na shoqëronin, apo jo, ja ku jeni. Ja dhe Gregori juaj, ku ndodhet Gregori tashti? Atje? Po, momentalisht është atje. Ja ku është Gregori? Presim të na sjellin. Mirë, me çfarë materialesh e ndërtuat Gregorin? Shumë. Besoj që disa materiale e ofruan ato vetë mentorët, sepse ne i bishin nga Tirana, por për pjesën tjetër kena komunikuar me grupin, një gjë është tjetër, po flas për dizajnin që e kam kryer. Ka qenë sfiduese sepse ishte ideja me çfarë ta realizojmë. Disa doshim të me karton, me forex, atë trashat hall, dhe në përfundim zgjollëm ta ndërtojmë me forex edhe t'i binin sipër me bujra. Forex është çfarë është? Është një karton edhe brenda ka sfungjer dhe është mjaft i qëndrueshëm, prandaj mendoj se ishte zgjallja saktë. Kena çmontuar edhe disa gjëra në shkollë, por kjo pjesë nuk ka rëndësi. Të gjitha mjetet rrethanore, të gjitha mjetet e specializuara ardhura nga organizatorët. Ka një pompë e cila ka si depozit një shëring dhe shëringa ishte 5 ml.
Po, kur e bashim provën, ajo shëringa hëtë të ujnë, po marrute shpejt, si ishte depozit e vogël. Një ditë pa e që robotin Tiranë, jo do të ndrojmë këtë, do vemi shëringë, ke do një me lvizë, mërë mas me prejkë, funksionan për, do me thanë, deri në fund kanë të ndrojmë këtë të bëjmë atë, vem. Kjo është sepse ju keni qëndruar bashkë me këtë ëndër të bukur që e keni quajtur Gregor, keni qëndruar gjatë gjithë kohës dhe keni mendu si ajo Anvisa e mirë, si ajo nana e përkushtume, si ai shoku, miku, motra, vllai e tjerë, që kujdeset gjithmonë për atë njeriu që ka më afër. Dhe ju kështu e keni konsideruar këtë produkt apo jo? Është vërtet faktikisht. Çdo ditë në momentin që kaloj gjysmëfinalja, kena pas Gregorin në shkollë, edhe çdo ditë shkoshim te zyra Zyrshedës, është Gregori këtu, është mirë. Ai ka të na materialet, është prishën e gjatë, duhet me rregullu, domethënë ishim në atë stresin ton që a thu është të shkosh çdo gjë mirë, a thu do të më lut po në nuk gjë. është e lehtë të ndërtosh një produkt të tillë, apo jo? Kishte sfida nga ana mekanike, nga ana elektrike, programimit, ju vajza, dhe këtu unë dua të shpreh një konsiderat të veçantë, duke filluar nga profesoresh Viola, e cila për programimin ka një qasje të veçantë, megjithëse është mësuese e matematikës, ka lindur shumë herët kjo dëshirë apo jo? Nuk e di, mbase kur kam marrë në gjimnaz, duke pas të bëj me fëmijë shumë të talentuar, të cilët bëjnë çudina, po i shtyve, po i drejtove, arrin bëjnë çudina, nuk është hera parë që këta më surprizojnë, bëjnë krenar, por atëherë doshje pa doshje të krijohet e afrimiteti me teknologji. Jena pak të mëdhenj në mosh, nuk I kena mundësitë e këtyne, unë jam pjesë e gëzimeve tyne, e emocioneve tyne, unë I falenderoj pa mas, dhe me thënë, më kanë dhanë të katërt, janë maturanta, unë uroj më të mirën për ta, por më kanë bë krenar, gjithë cilin atë pjesën e vetë. Jeni shumë modeste, po nuk është pak, është shumë sfiduese. Ju jeni mësuese matematikës dhe jeni futur pikërisht kësaj qasje programimit, teknologjisë me dëshirën dhe dashurinë më të madhe, jo thjesht për vete, por për nxënësit dhe duke u bërë ajo pjesa kryesore e një skuadre apo një kompeticioni për të dhënë më të mirën për ju apo jo? Unë vetëm luj rolin e shtytësit. Këta ecin vetë pastaj, më të më ngacmoj. Do bëjmë, do vazhdojmë. Duke menduar se çdo gjë është vetëm lezi, kaq këtë pjesë tjetër. Çdo gjë është jashtë kurrikulare. Nuk ka të bëjë me një land, sepse ju keni marrë 10 në matematika apo diku tjetër. Jo, është një gjë e krijuar me dorët e tyre, e kanë. Programimi I përket vajzave. Shumë bukur. Kalojmë nga profesoreta tek vajzat, ha? Në fakt për pjesën e programimit na ka vlerësuar edhe shumë fakti që kanë edhe vjet, na ka dhënë një shtys edhe pak kohë më parë për më përgatit, për me mësu diçka të re, dhe gjatë gjithë kohës ka qenë pjesën online, tregon për me gjetë një program të ri, një metodë të re, po sikur të shtojmë edhe këtë funksion, do t'ishte kanë mirë me në shumë pak zonin, kur fillon të flasin, ndoshta ta vendosim edhe pak Gregori të ketë humor kur të flasin, ishte diçka që patjetër. Po si funksionon ai Gregori se ne aty nuk e kemi me zë. Ka dy pjesë kryesore, siç e thamë, është pjesa e agriturizmit që e kena pjesën e bujqësisë, ka dhe pjesën e turizmit. Te turizmi është gujt interaktive, të cilën mund të flasësh me të bësh pyetje rreth kulturave bujqësore dhe duke u përgjigjur ka edhe si mund të themi karakterin e vet të Gregorit. Sa interesant. Një dua tropite do të thosha për këtë. Ndërkohë që pjesa utilitare që ka të bëjë me bujqësinë. Pjesa funksionalitetit është shumë e rëndësishme, pasi duke marrë dhëna nga sensorët, Gregori I jep një mundësi fermerëve për të marrë vendime që është e bazuar në këto dhëna për me rrit produktivitetin dhe gjithçka tjetër në mënyrë më të mirë të mundshme duke përdorur. Cilat të dhëna përdoret ju, Chanel? Kena sensor. Po, kena sensorin e pH-it, I cili është vendosur poshtë robotit dhe ai mund të ulet dhe njitet në mënyrë për të futur brenda në tokë dhe për të marrë dhënat. Tjetër është edhe krahu robotar. Çfarë tokë është? Acide, Po, bazike? acidi tokës, të mënyrë me ditë dhe çfarë mund të rrisin toka dhe më mirë që I vjen në shërbim fermierit. Edhe temperaturat? Tjetër, kena sensor për temperaturën e ajrit, sensor për temperaturën e tokës, duke bërë një
panoramë të përgjithshme për çdo pjesë të atmosferës, mund të thënë, që tregojnë cila bie mund të rritet këtu më mirë. Edhe krahu. Edhe krahu robotik. Është krahu. Krahu robotik ishte pjesa e fundit që shqetësoi robotin. Edhe është pompa faktikisht që ka pas kaq për zemër Aroli. Edhe funksionoi më së miri. Funksionon në mënyrë perfekte. Në momentin që afrohet dhe detekton që një lule ka nevojë për me ujit, ai zjarr aq ujë sa ka nevojë lulja. Po ju jeni shkencëtar, mora? Ja. Bravo. Ndërkohë të gjitha sektorët ecin paralel dhe nëse dikush mbeste një gjysmë hapi prapa ose ecte më përpara, Jena të gjithë këtu për një tjetrin kesh dhe që mund të thojmë për punën në grup që ka qenë një faktor që ne ka bashkë me arrit finale dhe me fitu. Që nga fillimi i janarit, hapat filluan të ecin me ritëm zemrën, do të thosha unë, sepse tashmë çdo gjë ju po e blatonit me atë përkushtimin, dashurinë, ndrimin që ju kishti për të dhënë një projekt. Si ecën fazat e konkurimit? Atëherë, si fillim, masi u pranu aplikimi jon, fillu me ato 500 aplikantë, po ishin shumë aplikime. Edhe fillu me ato seancat e para të trajnimeve që kishim me fillu me punu edhe me robotin, që vinin mentorët ton nga Tirana dhe punoshim për robotin. Kena bërë gjithsej diku te 5 funjava që ishin shumë impenjative nga trajnime. Po, trajnime. Sepse punoshim nga ora 10 deri në orën 3. Edhe ishte të shtunave dhe të dielave. Pas kësaj ishte gjysmëfinalja në Durrës, ku arritëm me u shpall një ndër 12 finalistat. Gjysmëfinalja ishte me 25, pra ky komision po e quaj kështu që shëtiste në të gjithë aplikantët, prej 500, numri 500 i aplikantëve, ju nxorën në 25-sha. Apo jo? Pastaj, masi e realizuan Gregorin si produkt, ishin në gjysmë finale, sfidet nuk kokën e thjesht rrugtimi. Absolutisht. Po, Erketi, Chaneli dhe si janë Italitë e Melfi. Në mbeti skuadra Angela, Aroli, Emil. Vetëm këta tre do banin prezantimin, do siguronin kalimin në finale edhe funksionalitetin. Atëherë Angela fokusu kala nga programimi te prezantimi, nuk I lejoni mu afru fare te roboti, nuk ishte bon, vetëm një pjesë ka kanë goxha e kryre, kështu që po, para se të shkonim në Itali u siguruam që robotin ta kishin gati edhe të merreshin me pjesën e promovimit dhe prezantimit të robotit. Kjo është diçka speciale, sepse natyrisht të prezantosh një projekt duhen edhe aftësi të veçanta. Të vishet përsoja, këta janë një grup aq kompakt, shkolla aq mirë me njëri tjetrin sa edhe mungesa e 3 komponenteve kryesor nuk u nis sepse këta vazhdimisht komunikoshin me njëri tjetrin, ja bën e kështu, ja këtu do të jetë kjo gjë. Keti u siguru që zysh, roboti është krejt mirë, ju në Durrës keni me shku vetëm me ba qef. Nuk ba me krejt qef. Pasioni dhe dashuria janë dy gjëra që natyrisht njeriu duhet të mbështetet shumë për të hedhur hapa sado sfidues që të jenë. Edhe në këtë rast, pikrisht kjo përkujdesje nga larg dhe afër, por kjo vendosmëri dhe besim që ju kishit në punën bani që edhe në gjysmë finale të prezantohesh shumë bukur, apo jo? Është prezantuar në mënyrë perfekte, edhe një natë më parë isha duke marrë rajsin telefon bashkë me Chanelin. Ishte ora 12 e natës. Ju ishe në Itali, në një kontër të kreativitetit dhe inovacionit në Melfi, që keni fituar çmimin e parë dhe atje, po? Vrap për të zënë të parin edhe këtu. Dhe po I thosha, do ta bëj prezantimin nga fillimi deri në fund, do të më dëgjoni, do të më tregoni çdo gjë që mendoni se do të rregullohet. Dhe besoj që bashkë puna në grup na Bravo, jashtëzakonisht bukur. Në gjysmën finale, mas prezantimit zakonisht juria bën pyetje.
Mas prezantimit të Angelës, është një profesor shumë i nderuar, një pjesëtar jurist, dhe tha, ishe thjesht perfekt. Kjo ishte për mua vlerësi. Kjo ishte Asnjë pyetje, asnjë kom. Ishim E kemi të siguruar finalin dhe kemi shumë përmisa për të fituar. Asnjë pyetje sepse nuk çdoja si gjë, çdo gjë shkoi mrekullisht mirë. Jashtëzakonisht bukur. Jashtëzakonisht. Kisha dashur që Angela më shpjegu pak pjesën se si e ka lidh Gregorin, emrin e Gregorit dhe se si e ka shpjeguar te paratimit. Po, ne treguam në fakt që Gregori ishte pak emër rresor, po të pa dhe mundësinë se si mundën me transformuar këtë emër për me dhënë një kuptim. Dhe tek libri Metamorfozës kena personazhin kryesor Gregori. Gregor Samsa. Edhe menduam që se mund ta tregojmë që Gregori është metamorfoza që ndodh sistemit agrikulturor shqiptar dhe do ta shndërrojë në një koncept. Ishte një gjetje kështu, nuk ishte planifikuar fare dhe kur po i thasha dhe vajzave të në prezantim do ta prezantoj kështu. Shumë ide bukur, fantastike. Nuk kam fjalë. Një mrekulli. Kjo tregon se këto nxënës nuk janë rastisht. Ato kanë një formim të mrekullueshëm në të gjitha lëndët, gjë që formon një bazament shumë të fuqishëm dhe nderues për veten e tyre, familjet, por edhe për këtë institucion siç është Gjimnazi 28 Nëntori, nderi i kombit, të cilën këto nxënës e mbajnë me shumë nder si emër. Paralelizmi me metamorfozën e Kafkës ishte shumë i bukur dhe ndoshta ishte pjesa e parë që mbërtheu në interes. Në fakt e kemi prezantuar në fund dhe pasi u prezantua gjithë Gregori, tregova edhe pak origjinën e emrit të tij. Dhe gjithsa, përveç se ishin profesor të fushës teknologjisë, e përqafuan shumë si ide dhe besoj që i ka pëlqyer mjaft shumë. Jashtëzakonisht bukur. Ky hap ishte përgjegjësi për finalen dhe këtu pastaj ishin emocione ende më të forta në 12-ën e më të mirëve. Deri në fund Chanel ishte zemra duke rrahur deri në fund, deri në momentin që na thonë edhe emrin tonë. Po si edhe pse ne kishim përjetuar një herë këtë ndarjen e çmimeve, prap këtë vit sigurisht edhe më ekstreme, po priça me një emrin tonë, po njëjtën kupllë nuk e priça, gjithsesi kur dhime që po thonë në emrin Gregor, se më po fliçim për Gregorin, ishte një si e mrekullueshme. Bravo. Edhe një herë regjia, ju lutem na nxirrni Gregorin fitues sepse natyrisht ky do të mbetet një shembull i përkushtimit, i përgatitjes dhe i talentit të këtyre nxënësve gjimnazist. Ja. Ishte ai moment që morët vlerësima, morët Gregori. Gregori do mbetet edhe te muzeu i shkollës. Dhe këtu jeni ju me çmimin. Po ju pyet si po e ndani, besoj se do e ndani në mënyrë paksore. Janë shumë të mirë. Edhe natyrisht ju duhet si një impuls sepse shumica prej jush jeni maturant. Mirë. Pyesni ju që ky Gregori a do t'i shërbej dikujt, me qenë se në këtë kompeticion janë pjesëmarrës Kod, Agjencia Kombëtare e Rinisë, Startup Albania, që të mos mbetet thjesht një produkt. Ne shpresojmë që me gjithë dëshirën e mirë, jo vetëm media jon, po çdo ide që është prezantuar në Robotek të jepet vëmendja dur që ajo metamorfoza, ai shndërrim që ne presim të ndodhë bujqësi shqiptare të ndodhë me të vërtetë. Bravo. Ky nuk është thjesht një produkt. Ky është një hap shumë i mirë drejt digitalizimit të jetës edhe vlerave që ka në ekonomi dhe në të gjitha sferat e jetës së vendit, natyrisht. Emil, ti ai që do ta vazhdosh skuadrën, apo jo? Ke një farë përgjegjësie për këtë? Një përgjegjësia sepse kjo pjesa këtu janë maturant dhe ti bashkë me Arolin. Po, këta kryejnë misionin e tyre. Tani përgjegjësia është e madhe sepse ne duam të arrijmë edhe më lart, duhet ka përcim nivelet e këtij robot, është një përgjegjësi,
por edhe kënaqësi sepse kur sheh një diçka të bukur që mund të avancohet me te, patjetër që është një emocion i bukur. Mirë, si do t'ju shërbej kjo arritje juaja në ecurinë tuaj? Sepse, si që tham, ju jeni maturant dhe secili prej jush absolutisht nuk duhet ju pyes, e di që do të keni dek sfiduese, do të keni dëshira shumë të mëdha dhe ju uroj shumë realizime të bukura, ashtu si që deri më sot keni realizuar veten. Si do t'ju shërbej kjo arritje ju në ecurinë tuaj? Fakti që ne marrim pjesë në të tilla kompeticione për secilin prej nesh na ndihmon jo vetëm nga ana e teknologjisë, por edhe nga ana sociale, sepse ne mësojmë që me punu me njëri tjetrin, mësojmë me u eduku me orët e vona të punës, edhe ditën e nesërme me dalë dhe me qesh sikur ne nuk i kena bë vetëm 2 orë gjumë, por që realisht na ndihmon në çdo lloj hap tonin. Mbase dhe keni zgjedhur një dek të përafërt, por gjithmonë teknologjia është tashmë një mjet i nevojshëm, atje i domosdoshëm, apo jo Chanel? Po, teknologjia, sidomos ditët e sotme, është diçka që po hyn në jetën e çdo personi, prandaj është e rëndësishme që të jesh pak i familiarizuar me të. Besoj se përpara keni edhe konkurse të tjera, ndoshta do t'ju ftoj përsëri, mos jetë e habitshme, sepse ju i meritoni. Gjithë këto ecuri, gjithë këto sfida, përpjekje, seriozitet pune, motivim i jashtëzakonshëm dhe arritje të vlerësuara dhe që nuk kalojnë pa mbresa. Profesoresh, duhet të shpreh respektin tim për arsye se keni motivuar kaq bukur këtë nxënës dhe keni qëndruar si mësuese, si koç i një skuadre, si frymëzuese, si iniciuese shpeshherë, e aq më tepër me ndjesinë e një gruaje, edhe të një nëne. Ju falenderoj shumë. Këta nuk janë thjesht nxënësit e mi, domethënë, unë njeh më tepër se sa nxënës, unë kam komunikim krejt ndryshe. Nuk them si fëmijët e mi, por ama miqtë mi, pavarësisht diferencës së moshës, miqtë e mi janë. Dhe këtë e kam gjetur edhe tek shumë mësuese që kanë ardhur me skuadrat e tyre këtu në Mirëmëngjes Shkodër, nga gjimnazi juaj. Dëshiroj t'ju uroj një ecuri pa aq të bukur sa deri më tani. Që kjo ecuri e deri tanishme të jetë një bazament shumë i fuqishëm, i betonuar bukur, mirë, me cilësi, me kualitet, ashtu siç ju deri tash e keni tregu në rrugtimet tuaja që lidhen me drejtimet e jetës. Ju falenderoj shumë, një respekt shumë i madh për institucionin tuaj, për drejtuesen Albana Bushati, zëvendës drejtoren Edlira Gjylbegu, edhe të gjithë stafin, i cili siç duket ka një mirë kuptim, një marrëveshje, një klim shumë të mirë bashkëpunimi dhe produktiviteti kaq të lartë. Ju falenderoj shumë, profesoresh Viola Irina, Erket Sufaj, Chanel Rosha, Emili Irina, Angela Gjure, si Beqiri. Faleminderit shumë dhe suksese gjithmonë. Shumë faleminderit.